Faleminderit, zoti kryetar. Në seancën e kaluar në këtë parlament është konsumuar një vepër penale nga ana e Ministrit Financave. Ministri Financave Aptas ka treguar që ka aksesuar informacione që lidhen me mua, me familjarët e mi, i ka bërë ato publike dhe i ka përdorur për të më shantazhuar publikisht, sepse kërkoja informacione në lidhje me një skandal që ka të bëjë me 120 milion euro të bankers që nuk është vjedhur. Nuk kemi këtu e keni keq kuptuar. Po flasim për procedurbalin. Keni vërejtje për ndonjë gabim gramatikor apo sintaksor në procedurval, jo fjalime politike, sepse nuk është ky momenti. Pastaj është drejta juaj kur të vi radha, kur të vinë diskutimet. Unë mendoj, zoti kryetar, që ju duhet të shqetësoheni më shumë për atë që ka ndodhur në këtë parlament dhe jo të merreni me mua për cilën fjalë e kam marrë kërkoj të flas. E kam fjalën, zoti kryetar, për faktin që ministri jo vetëm më kërcënoi, po përdori dhe një fjalor të shëmtuar për të cilin nuk mban përgjegjësi dhe mungon në këtë proces verbal. Duhet që proces verbali të korrigjohet, mos të shënohet vetëm çfarë thash unë, por të shënohet dhe çfarë tha ai. Nuk mund të vazhdoni në këtë mënyrë duke përdorur kuvendin thjesht sikur ta keni pron private. Nuk mund të vazhdohet në këtë mënyrë. Falsifikoni proces verbalet, falsifikoni mbledhjet e sekretariatit për etikën, merrni vendime në kundërshtim me rregulloren. Ka një rregullore, zoti kryetar, që parashikon që antarët e sekretariatit të jenë 6 dhe jo 5, dhe jo vetëm kaq, po 3 antarë të jenë të majorancës dhe